Kanë dalur detaje të reja rreth vrasjes së 44 vjeçarit shqiptar, i cili u qellua 11 herë me armë zjarri jashtë qendrës tregtare në Kolumbi në tetor të vitit të kaluar. Hetuesit kanë zbuluar se autorët e krimit dyshohen se janë pjesë e grupit kriminal La Oficina Premium, i njohur për vrasje me pagesë të personave të huaj me pozita të larta në Kolumbi dhe në qytete të tjera. Vrasja e 44 vjeçarit besohet të ketë lidhje me trafikun e qenieve njerëzore dhe narkotikëve, ku përfshihen banda kriminale shqiptare, ekuadoriane dhe kolumbiane. Ai u qellua teksa po kthehej në shtëpi në një atentat të planifikuar. Ky rast është pjesë e një vale vrasjesh të huajsh në Medellin, ku përfshihet një meksikan, një amerikan dhe 2 kanadez. Sipas kryetarit të bashkisë, grupi kriminal ka një operacion ndërkombëtar dhe dyshohet se ka lidhje me vrasjet në Meksik, Republikën Dominikane dhe Kili. Hetimet kanë zbuluar se organizata përdor linja telefonike ndërkombëtare, dokumente dhe rrjete financiare për të fshirë aktivitetin e saj, përfshirë pagesa për vrasjet që shkojnë nga $400.000 deri në $500.000, varësisht nga viktima. Në hetime janë 9 anëtarët e grupit, të cilët akuzohen për vrasje, trafik armësh dhe krime të tjera. Autoritetet vazhdojnë hetimet për të zbuluar lidhjet ndërkombëtare dhe detajet e aktiviteteve kriminale të këtij grupi.